kemi bekimin, që të kemi lipsanet e një shenjtit madh, i cili donte që të qëndronte këtu. Madje në jetën e tij tregohet që kur donin të vinin dhe ta merrnin lipsanin, lipsani u rëndua aq shumë sa nuk mund ta ngrinin dot. Si shenjë që shenjti donte që qëndronte në këtë vend. Prandaj edhe kemi një bekim të madh. Sot ne përkujtojmë një shenjë dhe një martir. E martirët janë shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Martir duhet jetë çdo krishter. Martir nuk do thot vetëm thjesht japësh jetës. Kuptimi i parë i fjalës martir është për të dëshmuar. Gjë që do thot gjithë secili nga ne duhet dëshmoj për besimin edhe tek të tjerët. Sepse jeta jon duhet jetë një dëshmi, që do thot do jetë një martir. Nëse ne humbasim idenë e martirit, kemi humbur idenë dhe të besimit tonë. Zoti na do që të gjithë ne të dëshmojmë për besimin tonë. Sepse njerëzit, duke parë besimin tonë, atëherë dhe ata ndoshta do ta njohin Perëndin. Përndryshe do ndodhi e kundërta. Është një histori shumë e bukur nga jeta e shën Nikodhimit, martir në Berat, i cili ndoshta ju jetën e keni dëgjuar, po do të them vetëm 2-3 gjëra të vogla. U kthye nga i krishterë u bë mysliman. Sepse kisha nuk e lejoj që të martohet për herë të katër. Dhe detyroi dhe familjen e tij që të kthehesh. Po djali i madh ishte shumë i rritur dhe shkoi në malin e shenjtë. Ky shkoi ta kërkonte djalin se e donte shumë. Po kur pa jetën e murgjve atje, u kthye. Sepse ajo jetë dëshmoi për besimin e vërtet krishterë. Dhe u kthye përsëri në Berat për të dëshmuar besimin që kishte. Atë ditë 3 fshatra kishin sjell kryepleqt në Berat për të shpallur myslimanë që shpëtonin nga taksat. Dhe kur pan martirizimin e shën Nikodhimit dhe qëndrueshmërinë e tij të madhe për dëshmuar besimin e krishterë edhe me jetën e tij, u penduan dhe u kthyen. Edhe sot e kësaj dite këto 3 fshatra janë të krishterë, sepse dëshmia është shumë e madhe. Prandaj edhe dëshmia e shënjëra Vladimirit pikërisht e gjë na mëson. Na mëson që ne duhet ta dëshmojmë çfarë do lloj situate që t'jemi. Ai ishte mbret, kishte shumë gjëra, të gjitha mund të kishte. E megjithatë, ai nuk luftoi me shpatë për të mbajtur kurorën, as kundër armiqve të tij. Prandaj, duke zënë me tradhti, e duke parë që ai dorëzoi dhe shpatën e tij, i pren kokën. Po kjo nuk humbi, po fitoi. Fjalët e Zotit në Ungjil që duken si paradoks, kur thot, ai që do fitoj jetën e tij do e humbas. Por ai që do humbas për mua dhe Ungjillin tim do e fitoj, pikërisht këtë gjë do të thot. Në sytë e botës, ndoshta jeta e këtij duket si humbje. Humbi gjithçka. Humbi mbretërinë, humbi jetën, por nuk e humbi, e fitoi, sepse ai dëshmoi për Zotin. Dhe çdo njeri që dëshmon për Zotin, sado vuajtje të ketë, e sado padrejtësi që t'i bëjnë, përsëri ai e ka fituar. E ka fituar se ka fituar Zotin. Sikur gjithë botën të fitojmë. Nëse humbasim shpirtin, nuk do kemi ndonjë dobi. E këto janë fjalë që i thot vetë Zoti. Çfarë do jepnin në këmbim të shpirtit? Prandaj dhe jeta e martirëve nuk duhet të jetë vetëm thjesht njohje nga ana historike, por duhet të jetë një thirrje për jetën tonë, një frymëzim për ne. Shenjtorët u modeluan duke pasur Krishtin në sytë e tyre. Dhe ne i kujtojmë jetët e shenjtorëve pikërisht për të modeluar sipas tyre. Ata janë modeli janë, nuk janë modelet e tjera. Për fatin tonë të keq, sot modelet kanë ndryshuar. Nuk janë më model shenjtorët. Madje as dietarët, as njerëzit e mëdhej. Modeli është shumë i rëndësishëm dhe çdo prind në shtëpi duhet të jetë një model, sepse nëse nuk do jetë model vetë ai, as fëmijët nuk do edukohen dot. Ne dëshmojmë më tepër me anë të sjelljeve dhe jetës tonë se sa me të fjalëve. Madje kur këto nuk përputhen me njëra tjetrën, mund t'japin frutin e kundërt. Nëse dikush flet me fjalë, flet për drejtësinë, flet për dashurinë për tjerët, flet për që të jetë i drejtë dhe i devotshëm, dhe jeta e tij nuk vërtetohet nga kjo gjë, ai mund t'japi efektin e kundërt. Edhe në familje, nuk mund të edukohet një fëmijë të themi mos gënjejmë nëse ai shikon prindërit duke gënjur. Nuk mund t'i themi fëmijëve që mos vjedhni nëse shikon prindërit duke vjedhur. Gjithë jeta jonë është një dëshmi, e ky është martirizimi.
Prandaj dhe martirët janë shumë të vlerësuar në qiell dhe nga Zoti, sepse ata dëshmojnë me jetën e tyre për Jezu Krishtin. Dhe kulmi i martirizimit, padyshim ka qenë martirizimi me gjak, kur të krishterët dhanë dhe jetën e tyre për të ruajtur besimin. Sot nuk ju kërkohet njerëzve për dhënë jetën, po të gjithëve na kërkohet ne që të dëshmojmë me jetën tonë. Nëse ne nuk dëshmojmë me jetën tonë, nuk mund të ndriçojë drita e Krishtit tek njerëzit, sepse drita që vjen nga Zoti është shumë e rëndësishme. Një shenjtor i madh thotë të fjalë: hiqet dritën e Krishtit nga një njeri dhe jeta e tij bëhet një ferr. Hiqet dritën e Krishtit nga një popull dhe ai popull kthehet në një lukuni ujqish, të gjithë kundër të gjithëve. Është pikërisht kjo dritë që ndriçon mendjen e njeriu, e zemrën e njeriu dhe i bën njerëzit zëmërdhëmshur, i bën njerëzit të drejtë dhe devotshëm. Prandaj dhe ne jemi thirrur të gjithë për të dëshmuar për besimin tonë. Një herë Shëni Joan Gojarti i drejtohet njerëzve që ishin kish dhe ju thotë të fjalë: nëse të gjithë ju do ishit krishterë, nuk do mbetej pagan në botë, që do të thonte pikërisht e gjë, që besimi i vërtet përhapet nga jeta jonë, nga vepra jonë, jo vetëm thjesht nga fjalët. Prandaj do doja këtë ditë që gjithë secili nga ne le të meditoj pak për martirizimin e Shën Joan Vladimirit. E të kuptoj që ai dëshmoi me gjakun, po ne duhet dëshmojmë të gjithë me jetën tonë, që jeta jonë të transmetojë realisht mësimin e Zotit. Vetëm ashtu ne mund të ndriçojmë veten tonë, e nëpërmjet vetes tonë mund të ndriçojmë dhe të tjerët. Amin.